Tragjike, aksident fatal në Itali humbin jetën 2 të rinj shqiptar. Një aksident i rënd në Itali u ka marrë jetën 2 të rinjve shqiptar nga Mitrovica. Lajmi është bërë nga kryetari i komunës Faton Peci, i cili përmes një postimi publik ka njoftuar se Ardian Abdyli, 21 vjeç, dhe Fidan Peci, 27 vjeç, kanë humbur jetën tragjikisht në këtë aksident. Në reagimin e tij, Peci ka shprehur ngushëllimet për familjen Abdyli dhe Peci, duke deklaruar se humbja e jetëve të reja është një dhimbje e madhe jo vetëm për familjarët, por për të gjithë qytetin dhe Kosovën. Autoritetet italiane pritet të zbardhin rrethanat e plota të këtij aksidenti tragjik.